Deputeti i Partisë Demokratike Xhelal Mziu dhe nipi i tij janë referuar në SPAK për akuza kanosje dhe dhune ndaj Kalosh Shumurës, një zyrtar i Bashkisë së Bulqizës, gjatë një takimi elektoral. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur në 24 prill pas një takimi të demokratëve, ku Mziu dhe nipi i tij dyshohet se kanë dhunuar zyrtarin Kalosh Shumura. Mziu ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale duke i akuzuar zyrtarët e Partisë Socialiste për indimitimin e pjesëmarrësve në takime përmes kërcënimeve me heqjen e ndihmës ekonomike, çka ka shkaktuar largimin e disa prej tyre. Ai ka theksuar se e ka paralajmëruar Murën dhe e ka kërcënuar me kallëzim në prokurori për shantazhimin e qytetarëve me ndihmën sociale. Deputeti i Partisë Demokratike ka ngritur dyshime për rolin e policisë në ngjarje, duke thënë se ajo nuk e mori denoncimin e Partisë Demokratike dhe shpërndau informacion të rrem lidhur me ngjarjen. Mziu ka kërkuar që SPAK të ndërhyjë dhe sekuestrojë kamerat e zonës për të hetuar këtë incident, ndërkohë që ai ka theksuar lidhjet familjare mes drejtorit të policisë dhe mbështetësve të Partisë Socialiste. Kjo ka nxitur shqetësim dhe ka shtyr dyshimet mbi mundësinë e një ndikimi të mundshëm politik në hetimin e ngjarjes, duke kërkuar që të sigurohen prova të plota dhe transparente për këtë incident.